Publiku u ngazëllye nga loja trupës së teatrit Bylis nga Fieri, të cilët e sollën në teatrin e Gjakovës komedin Haroje dashurinë me regji të Erion Kames. Në këtë shfaqje aktori Neritan Liçaj në rolin e kujtimit dhe aktoria Julia Iliriani në rolin e Marianës janë burrë dhe grua. Kujtimi pëson një aksident pasi që e kupton se gruaja e tij po e tradhtonte, ku humb kujtesën e me këtë rast të gjithë njerëzit që e rrethojnë mundohen të përfitojnë nga kjo dobësi. Aktorët në fjalë u ndanë të emocionuar që performuan për herë të parë në skenën e teatrit të Gjakovës. Jam ndjerë vërtet shumë emocionuar. Për mua është hera e parë që jap një shfaqje në Gjakovë dhe në Kosovë. Kështu që ka qenë një emocion shumë i veçantë dhe shumë i madh. Kam dëgjuar fjalë shumë të mira për këtë festival nga kolegët e mi të cilët kanë ardhur trupa ndryshme nga Shqipëria. E provova vete dhe më pëlqeu shumë, më pëlqeu kjo sallë kaq e madhe, kaq e bukur, edhe ky publik kaq i ngrohtë. Publiku i Gjakovës ka nam edhe në Tiranë, që është një publik shumë i mirë, shumë i dashuruar me teatrin, është një publik që përcjell, plus i Gjakova është e mrekullueshme. Në këtë komedi luajtën edhe aktorët Astrid Hasani, Muzafer Ziflia, Fatmir Xhelili, Ariola Basha dhe Miola Sitaj, të cilët po ashtu cilësuan festivalin Komedia Fest si të qelluar për qytetin e Gjakovës. Një publik i mrekullues, një publik entuziast, një publik filozofik, në kuptimin që kemi pas reagime ato që si kemi pas në Shqipëri. Kjo tregon që ata e kanë ndjekur me vëmendje dramaturgjinë, jo thjesht vetëm batutat, që batutat janë derivati i dramaturgjisë në përgjithësi. Realizimi i komedisë me të gjitha detajet që duhet të ketë një vepër teatrore në skenë, loja mrekullueshme e aktorëve bën që mesazhi i shfaqjes të përçohet mjaft fuqishëm tek publiku. Po ashtu pjesë e festivalit Komedia Fest është edhe muzika, e cila nuk mungon asnjë natë. Mbrëm deri në orët e vona të rinjtë të qytetit u arktuan në ritmet e muzikës nga DJ Mali dhe Lumi, DJ Toni dhe DJ Mim.